Presidenti francez Emmanuel Macron sot ka propozuar një ndalim të mbajtjes së hijabit për vajzat nën moshën 15 vjeçare në hapësirat publike. Kryetari i partisë dhe ish kryeministri Gabriel Attal deklaroi se mbajtja e shamis nga vajzat e mitura minon barazinë gjinore si dhe të drejtat e fëmijëve. Ai gjithashtu propozoi edhe ndëshkime për prindrit të cilët detyrojnë të mbajnë shamin vajzat nën moshën 18 vjeçare. Këto propozime kanë ngritur reagime të ashpra nga e majta. Deputeti i Partisë Socialiste akuzoi Attalin se po ndjek të djathtën ekstreme, si dhe po përdor sekularizmin si armë kundër muslimanëve. Franca ka një histori të gjatë të debatit mbi simbolet fetare në hapësirat publike. Që nga viti 2024 vajzave u ndalohet të mbajnë shami në hapësirat publike në kuadër të një ligji që ndalon të gjitha simbolet fetare në institucionet shkollore. Aktualisht qeveria po diskuton edhe ndalimin e hijabit në garat sportive ndërkombëtare.